Jem në Shqipël të Mitrovicës Murat Berisha, po hen në shtëpi të re në vizitën tonë të parë. Gjendja e Muratit dhe familjes tij ishte kështu. Unë jam Murat Berisha, prej fshatit Bjolak. Jetoj këtu në Voshtri. Jam në hall me qitë djallë, e kam pa qef. Jetoj qitë banes, me qira nuk paguj, e kam edhe dokumentin që s'paguj. Folë shëshnive, dashamirve, ma kanë lëshu pa pages, të sene qa pisheni këtu jenë ati krejt. Me qitë djallë jam në hall, e kam pa qef. E qojnë kopsht privat, e qojnë telekopiti, e qojnë Prishtinë, ka kontrollat shpeshta, e i ka kontrollat besa dhe ka të shtrejta, nuk po mujmë kur qysh mi arrit. Një kontrollet tina që e qojnë Prishtinë, e ka 40-60 tera. Plus një bari ti shemë që e bli një sirup, dikon 40 tera ka për 15 ditë që ata. Me një sot janë 130 tera. Ka pak punoj, një ditë punoj, 2 ditë, 3 ditë punoj, se jem pa që vëllaj dhe për nazë edhe vetë. Që ta jetoj, që të banes, të senet mija si absolut asë një, ma kanë shu qështu. Sot më i me shty qështu. Dhe i të bëjnë e zgjede, dikun a herë. Djalli e ka diagnozën zhvillim të vënd shumë trunit. Dhe më flet, ka fol me vënes, flet shumë pak. E për atë shkak, ndot me qunë kopsht privat. Që me shti këto me stimulu me moshatar tina, po din, me shti me fol. Edhe plus e qëjtë telekopedi, që me shti këto, ose është agresiv pak. Me ndirë fjallë, me urtu pak, me qetësu, me kuptu senet, se këj nuk i kuptu senet. Ti i thumë më shemun që sen më se prej këj, pa t'ja u pe bat vetën këj se len. është shumë agresiv. Atë seancë e që i gjdo ditë, një seancë e tina është 10 euro. Plus kopshtin që e paguj. Seancë e gjdo ditë, 5 hanë i premë të i ka 5 seancë, ka 10 euro, 50 euro. E kam 3 fëmijë, kam. Qiken e kam atë madhe, është në shkolla, ja. 13 vjetë, ta kam 10 vjetë, ata kam 5 vjetë. Qysh për delë një metë? Gjithë qysh po mundë vallaj, ja. Falë shokëve, dashamirëve, miqasive, ta më ka pak një mojshtë që kam. Se të është nërbezohet. Ka leshti dhe me Allah, më spravuë. Se të nërbezohet, ja henë vete, ja henë për muret, në bajtë në vartë, e këtë vete. Qa më bëhët është e Allah, spravan, do të mu pajtuë. Deshte, ti do të kërkesa ka të shumë të. Ka qirar me paguë, ka atë pëmenej kopshtin e qerdhen e lekopitin e, plus i kam atje në Prishtinë, ato të shtajten ato. Për që bëm një mënë tonë ka patë. Ato pak e ato pak që më votë. Unë jam Floria Berisha, fshati Bjolak, të në Voshtri, që të bani, dhe kanë dhonë që të jetë në shamirë të këtit burrit, që të gjallin qerdhen, që të psikolog, qerdhja shtrejt, psikolog shtrejt. Që e bili qitë muj, se ako marë si rupin heq, po më hoj. Me të parin kina me qua pet në kontrol. Ta që kam fillim qërshojt e kam me qu. Që të nathe ta. Ti su janë dërprej kontrolet tash. Do të me jek, edhe e këshme dhe në fund qa për dhe. U kupton, që nuk do të me po që të sene që ta shaj po të dhe. Nuk kupton, kësi kupton, për dhe. Ma shumë ti mërzit normal dhe në pare kam këto, po një kullim me pas. Një vend panim për herë shumë, ja lo thmive bili. Fëmija
Shamo të qyteti me pos mangat mikun e shkollën e tanat mi pos. Ali nani ka aq. Tonë që të në sallam plenë. Ishtrej me pos tani për me unë me pija pet. Dyqysh. Ja del njëri. Ja del njëri. Po baza kryesore me pas mi kodëm. Aty një kësha lut, nëse ka mundësi, ma boni vend banim për 7.000. Kush ka mundësi mirë, kush ka, inshallah jem shënësh tonë. Sot unë e kam Amarin me veti. Amar, merë, qile dirën. Qile dirën, shtën e qelësi. Ama diyorum bu. Kapışıldı. İşte ne çeldin işte bak. Okej, Niye sert? mashallah, një shumë. E gëzof shpijen. Falbir shumë. Qështu do? Mirë shumë. Qa ki me thonë dy fjallë sot? Unë ku gjë tjetër s'kam, veç Allah i shpërblyft gjithë ata që kanë bo mirë e që kanë bo mund e gjitha. A po shenë ndryshim tjetër? Mirë shumë, gjithë shka. Shpija re. Shpije re, metalat rejat, ma mirë s'ka ku shkon. Veç e gëzof. Falbir shumë, ho gjithë unë, falbir për juve. Pamjet e shpijës, Zoti kur mos janë humbë në Shqipël të Mitrovicës, shpija re. Zoti u shpërblyft.